Përshëndetje miq dhe shikues të Onside, jemi përsëri së bashku për të diskutuar mbi sportin, mbi futbollin, mbi tematika që na keni kërkuar së bashku në këtë emision ekskluziv. Ju e dini tashmë me Zina Prisni, unë e di sepse e kuptoj nga mesazhet e juaja dhe ne jemi gati që t'ju japim informacionet dhe t'ju përgjigjemi pyetjeve tuaja bashkë me mikun tim dhe bashkërrugtar në këtë emision, në këto bisedime sportive, zoti Elvi Sharra. Përshëndetje Lorenz, kënaqësi e madhe që jam këtu me ty, kënaqësi që jam me shikuesit, pra është një rrugëtim që ne tashmë e kemi nisur për të dhënë gjithmonë informacionet, update-et më të fundit dhe është kënaqësi e veçantë të jesh në një panel me ty, një cilësi e lartë gjithashtu e analizës, një cilësi e lartë e opinionit dhe gjithashtu një cilësi mundohemi. Gjithashtu një cilësi e lartë edhe e planifikimit dhe e dhënies së zgjedhjeve. Kështu që do jetë një rrugtim që patjetër që është kënaqësi ta ndajmë. Edhe sot, si gjithmonë, do kemi tematika shumë të rëndësishme dhe i ftoj dhe shikuesit tonë dhe miqtë tanë që të na ndjekin, sepse do diskutojmë gjëra që mund të jenë goxha të rëndësishme për ata dhe goxha të rëndësishme për opinionin publik sportiv në përgjithësi. Le ta fillojmë këtë emision të sotëm me një tematik që për mua ndoshta në një aspekt të gjerë social është shumë e rëndësishme. Sporti në Shqipëri dhe politikat kombëtare që ne si shtet, si vend, si organizata kemi në lidhje me sportin dhe kryesisht me sportin, po themi, duke filluar nga moshat e reja, nga të vegjëlit, nga fëmijët dhe nga të rinjt. Pse ta quajmë sportin politikë publike dhe jo thjesht aktivitet sportiv? Sepse mendoj se është një pyetje shumë e thellë, po që po ta thjeshtësojmë pak si pyetje për të marrë përgjigje më efikase. Sporti është një aktivitet i cili shërben kryesisht kur është nisur për të dhënë një pasion, për të dhënë një kënaqësi, le të themi, dhe për përmirësuar aspektet të ndryshme shëndetësore, por është vërtetuar që ka një impakt shumë të madh në aspektet që politika i prek, le të themi, në pjesën e shëndetit, në pjesën e arsimit, në pjesën e vëmendjes dhe në pjesën që ti mund të nuk po themi të komandosh një shoqëri, po ta drejtosh në një drejtim, le të themi, të duhur një shoqëri. Pastaj jo më kot themi gjithmonë që 1 lek i hedhur në sport është 2 lek i kursyer në shëndetësi, po ky 2 lek realisht në shëndetësi nuk është thjesht shëndetësi. Po kjo pastaj është një vëmendje që ne i rrisim dhe një kapacitet më të madh që ne mund t'i japim fëmijëve apo të rinjve që merren me sport, për të rritur përqendrimin dhe për të bërë mirë nëpër punët ku punojnë. Pra, një person që rrin në zyrë nuk duhet të bëjë sport thjesht për të pasur një posturë të mirë apo për të pasur, le të themi, një well-being të mirë. Por ky well-being i mirë, shtuar me aktivitetin, shtuar edhe me qefet, me serotoninën dhe me dopaminën që ai merr nga sporti, patjetër që e bën edhe më eficient ke pjesa e punës tij. Pavarësisht se çfarë punë bën, nga niveli më i ulët deri ke niveli më i lartë në zyrë, kjo patjetër që ndikon. Dhe pikërisht kjo është Lorenzo ajo që po të thoja që është shumë e rëndësishme që shteti do të marrë, le të themi, gjithmonë në frenat në dorë dhe nuk do ta shikoj sportin si një barr që kemi edhe sportin. Jo, sporti mund të jetë nga faktorët kryesorë që ti mund të përmirësosh një shoqëri. Dhe ne e dimë shumë mirë sepse jetojmë në Tiranë, lëvizim shumë, e dimë shumë mirë, domethënë, dhe diferencimet që kanë shoqëritë perëndimore, që ato kanë problemet e tyre, pra pasiviteti, teknologjia, themi ne, po teknologjia janë thjesht rrjete sociale që i mbajnë të lidhur fëmijët dhe video games që i mbajnë telefon, pasi telefoni përveç këtyre nuk është shumë adiksion, le të themi, këto janë që e bëjnë adiktive. Si ti nxjerrim jashtë këto fëmijë që kur të rriten ti kemi të gatshëm për një treg pune dhe të jenë eficient këtë tregu i punës tyre. Këtë ne do ta bëjmë si shtet, si qeveri dhe politikë bërja pikërisht është për. Ti mendon se rritja dhe edukimi i fëmijëve në sport është më tepër përgjegjësi shtetërore se sa private? Të paktën po themi për fëmijë deri në një farmoshe.
Pyetje shumë e bukur kjo, sepse nuk është le të themi ndar me thik, por unë them që shteti bën gati, shtron le të themi tapetin me politikbërjen e tij, shtron tapetin e kuq le të themi për bizneset, dhe biznesi ose privati, mund ta quajmë kështu, është ai që pastaj merr iniciativa. Në Shqipëri për shembull kemi një problem shumë të madh, duke qenë se ne kemi fëmijë që luajnë sport, pra me thënë drejtën, kemi edhe të rritur që e bëjnë sportin, por nuk kemi atraktiv për të thithur investitorët e privati. Pra ti e vetë një biznesmen dhe e kupton shumë mirë, madje do jetë edhe një pyetje që unë dua ta shtroj me kënaqësi, dhe isha shumë kurioz për të marrë dhe një përgjigje, është që ne nuk kemi atraktiv, sepse ne nuk kemi një ligj sponsorizimi sporti akoma, diskutohet, bëhet peng për 1001 arsye. Kemi njerëz që duan të hedhin para në sport, por lind gjithmonë pikpyetja pse duhet të hedhun këto para në sport, ku mund të kemë 100 biznese të tjera ku mund të fitojmë më tepër se sporti, dhe nga ana tjetër kemi akoma dashamirës që hedhin akoma para nëpër klubet futbollit shqiptar, nëpër klubet basketbollit, nëpër klubet voleybollit, dhe pyetja që i shtrohet është që fitimi ku është? Domethënë, nuk mund të vazhdoj jetë gjatësisht kjo punë. Nuk mund të bëhet gjithmonë për pasion. Po pikërisht. Pra duhet vi një moment, sidomos kur një sipërmarrje apo një sipërmarrës apo një dashamirës që ka disa mundësi dëshiron të investojë në këtë sport, mund ta bëj 1 vit, mund ta bëj 2 vite, mund ta bëj 3 vite, mund ta bëj 4 vite, 5 vite, po nuk mund të jetë në infinit në humbje dhe nuk mund të jetë në infinit në pafundësi një investim që ti nuk di se ku fillon, se ku mbaron, dhe nuk di nga ana ekonomike a do të kthehet ndonjëherë. Pra ideja është që të gjithë kompanitë, qofshin ato pronare të një ekipit apo sponsorat të ekipit, e shikojnë, domethënë kur bëjnë ato llogaritë veta në plane afatmesme apo afatgjata, patjetër që në fund duhet të kenë një rikthim. Ndoshta nuk pretendohet që nëpërmjet sportit apo sportit jetë biznesi kryesor, pavarësisht se disa sipërmarrës edhe të fuqishëm, për shembull marr rastin e Red Bullit që na tregon se si një kompani shumë e shnetshme si Red Bulli, shumë prezente në marketing, në reklama, por investon në sport dhe fiton nga sporti, pra ka edhe këto modele, po themi minimalisht në një periudhë afatmesme apo afatgjatë ti nuk mund të jesh gjithmonë me humbje. Pra duhet vi një moment që ti të paktën të barazosh atë investimin tënd, dhe kjo që the ti mungesa e një baze ligjore dhe mungesa deri diku edhe një vullneti për ta zgjidhur këtë punë ndikon në sportin shqiptar, ndikon kryesisht në futboll sepse për ne është sporti më i rëndësishëm, dhe përkthehet ndoshta në ato kampionate, në ato rezultate, në ato ndeshje që për fat keq jemi të detyruar të shikojmë sepse na imponohet të shikojmë se nuk kemi ndonjë alternativë tjetër. Pra, për të futur pak tek pjesa e Superligës në këtë rast, kampionati është një përkthim, është një pasojë e të gjithë këtyre politikave të gabuara. Pra, po të kthehemi tek tema jon fillestar, politika, shteti dhe sporti, atëherë mund të ndalim dhe në këtë lloj përfundimi. Po unë do të thoja edhe duhet pyesja diçka. Mos ndoshta sot kryesisht për fëmijët sporti po bëhet një luks, pra po bëhet një aktivitet i shtrenjtë, po bëhet një aktivitet ku prindërit në disa raste duhet të shtrëngohen që t'i çojnë fëmijët drejt një edukimi sportiv, dhe ndoshta nuk duhet të jetë kështu? Patjetër, Lorenz, e ke kap shumë bukur, dhe gjitha të parantezë që bëre ma bën edhe më të lehtë konkluzionin, i cili është e vërtetë që ti thua që është kthyer në një luks, dhe të bësh aktivitet që është bazikja në një vend kudo, nuk po them në Europë, po them edhe në Afrikë, po të shkosh, do të kesh thjesht një mjet dhe hapësirën. Pra, mjeti këtu po shtrenjtohet gjithmonë më tepër dhe hapësira nuk po e gjen. Kërkesë ofertë, normalisht rritet çmimi, dhe duke qenë se kemi pak hapësira, kemi pak fusha, po betonizohet fatkeqësisht një pjesë shumë e madhe, dhe nuk është se nuk ke hapësirë në periferi, ke hapësirë, por problemi është që ti të shkosh nëpër akademi, nëpër periferi. Unë jam pro që të shkohet, po nuk e shikoj normale që ti të hipësh furgonit dhe të hikesh 1 orë dhe të kthehesh prapë 1 orë, sepse ai fëmijë ke parasysh do jetë në shkollë. Mbaron shkollën, do hipi prapë në furgon 1 orë, mbaron servitjen 2 orë, pra ka 2 orë rrugë, 2 orë po të ketë fat 2 orë, se
kushtojmë të dhe trafikun e rënduar të orës 4:30 në Tiranë, ke parasysh vetë se çfarë bëhet. Pra le themi humb 2 orë në rrugë dhe kur do mësoj, kur do ri dhe kur do ri me prindit e ai fëmijë. Pra, nëse ti nuk e ke afër lagjes fushën, nuk po them vetëm futbollit, po themi çfarë do lloj fushë, është shumë e vështirë që fëmia të aktivizohet në një periudhë afatgjatë, se ti mund ta çosh 2-3 muaj. Rast konkret, një njohuri im e çon fëmijën në futboll, ikën 3 muaj, nuk ikën më. E çon basketboll, donte prap futboll. Ai vendi u zu në futboll, u detyrua ta çonte në periferi pastaj. Në periferi u kthye prap në maks. Pra, hyn pastaj një vorbull në të cilën ti edhe fëmijës nuk ke çfarë i thuas, nuk e detyron dot. Po kthehet në një vështirësi. Po kthehet një vështirësi dhe the shumë bukur luks, ndërkohë që nuk do të jetë luks. Domethënë sporti duhet të jetë një mjet që ti do ta kesh for free, pra në mënyrë të lirshme aty afër shtëpisë, 5 minuta, 10 minuta. Po ju marr rastin e Gjermanisë ku unë jetoj dhe punoj. Nuk po marr nivelin elitar, domethënë të akademive, po marr thjesht nivelin e një klubi Verein, pra që i thonë ato, një klubi i cili mund të regjistrohesh dhe ti unë në nivelin sipas grup moshës, po ju marr edhe fëmijët. Pra një fëmijë aty paguan maksimalisht 100 euro në vit abonim dhe ka përfshirë uniformat, nuk po them vetëm futboll. 100 euro në vit. 100 euro në vit. Në Shqipëri paguajnë 700 euro në vit. Shto këtu me standardin e jetesës, pastaj bëje vetë se sa herë i bie më tepër, por po them në çfarë do lloj niveli klubi. Absolutisht ai 100 euro në vit nuk është se ty të përkthehet në fitim, le të themi si akademia, madje akoma me humbje. Po pikërisht tu janë politika shtetërore që subvencionojnë këto klube që paguajnë trajner, paguajnë mirëmbajtësin e fushës e të gjitha pra këto akademia, po këto klube në një farë mënyrë rimbursohen nga ente të tjera shtetërore. Dhe ky është debati, mendoj, edhe tek ne, domethënë rritja akademike, rritja e edukimit mbi sportin të një fëmie, a duhet ja japi federata, a duhet ja japi akademia, a duhet ja japi shkolla, a duhet ja japi lagja, si ne dikur, që normalisht ndoshta nuk i kishim këto kushte, po nuk e di nga ana, ndoshta edhe talentit, apo dhe të edukimit, apo edhe të stërvitjes, të kryer disa lëvizje që nuk i bëje sepse ishin piketat, po i bëje sepse të vinin natyrshëm, dhe që janë lëvizje që sot simulohen nga akademit, në mënyrë më profesionale, po janë ato lëvizje që simulohen. Pra, çështja është, këto fëmijë duhet rriten në për lagje, duhet rriten në për akademi, duhet krijoj federata hapësira, apo duhet ta krijoj shkolla këtë hapësirë, apo duhet jenë pak nga të gjitha? Unë them që janë pak nga të gjitha, po unë them që federata do të jetë kompetente ke pjesa e klubeve dhe këtu domethënë është federata kompetente, por unë them që federata tu ka një përqindje shumë të vogël të përgjegjësisë. Përqindja më e madhe është e politikave publike dhe politikave sportive. E më shoj akoma këtë tezë më tepër, sepse ti the stimulimin e futbollit rrugës, në të cilët akademitë sot mundohen pra të improvizojnë, por ato që po na djegin për spektatorët, kemi parasysh sepse lojtarë, le themi, kush ka përjetuar futbollin e viteve 80, për shembull Agustin Kola, Ben Minga, Çimuça, Demollari, Ballgjinët, pra lojtarë me emër në atë kohë, po them edhe Brezi që ardhi më mbrapa, le themi lojtarët e Vlorës, Skela, Devi Muka, pastaj kthehemi ke Altin Lala, pra që ishte një brez i klitare, Bogdani Meral. Ne themi që ato hikën jashtë dhe u bën futbollista, po mos harroni që ato e morën teknikën bazë, e morën tek futbolli rrugës. Pra, sepse është një parim në futboll që ti duhet të kesh kënaqësi ka ajo që bën, dhe jo vetëm futboll, po kudo në çdo sport, ti duhet të kesh kënaqësi ka ajo që bën, duhet të kesh dëshirë dhe duhet të kesh dhe përsëritjet. Pra, një fëmijë që luan në moshën nga mosha 8 deri 16 vjeç, ose 15 vjeç, apo edhe 13 vjeç, luan në rrugë, ka 6 orë më tepër çdo ditë futboll. Pra 6 orë e përkthyer çdo ditë janë 30 orë në javë plus. Pra, pastaj mund të shkojmë se sa i bie në vit dhe ti mund të shkosh deri në shifra 7-8.000 orë më tepër çdo vit. Llogaritë herë 6 vite që ai është mosha që i zhvillon aftësitë motorike,
pa llogaritur aftësitë teknike që e merr, pa ai aty merr edhe një disiplinë. Pra që diskutuam më parë që bëhet më i aftë në punë, bëhet më i durueshëm ndaj presioneve të jashtme apo stresit që i sjell, dhe po shikojmë ne kemi breza që përveç se janë inaktiv dhe kanë probleme të mëdha nëpër aspekte fizike, kanë edhe probleme të mëdha sepse janë shumë të brisht, jo në kuptimin negativ, por të brisht në idenë që nuk janë mësuar me rezistencë, sepse sporti më parë ka qenë një armë që sistemet më përparshme as jo demokratike që kemi pasur në komunizëm e tjera dhe më radh, i përdorin për të forcuar njerëzit. Kështu që unë them që orët në rrugë janë ato që të bëjnë futbollist. Orët në rrugë janë ato që të japin teknikën bazë. Klubet pastaj janë ato që të bëjnë që këtë teknikë ta përkthesh në një strukturë që ti të jesh më eficient. Po ti bazikën ti e merr te rruga. Nuk ka futbollist në botë që të mund të shkojë 1 orë gjys 2 orë në servitje në ditë edhe të bëhet futbollist. Të kapem prak te kjo që the. Atëre përfundimisht si mendon ky ndërhyrja publike, shteti, bashkitë, atë federatat, nëse mund t'i quajmë publike, çfarë do të bëjnë konkretisht? Duhet të rrisin numrin e fushave, duhet të hapin bashkitë, mund të hapin shkollat, për shembull në palestrat e shkollave që këto fëmijë të luajnë, të organizohen edhe në orë ekstra sportive. Pra si e shikon konkretisht çfarë mund të bëjnë? Atëherë konkretisht është pa komplekse, për le të them në mënyrë të thjeshtuar, është shteti bën politik për të hapur dyert e privatizimeve, pra është e vetmja gjë që mund të bëjë, është të japi kompetenca vendorit, pa le të themi bashkisë, sepse bashkia është që ka terrenet, ka fushat, pra ka dhe njerëzit në terren, pra të japi vendorit qartësinë edhe lejen që ai të hapi rrugët e veta, pra terrenet fizike, dhe bashkia gjithashtu është përgjegjëse bashkë me federatat përkatëse të fusin nëse do ketë nevojë bashkë me trajnerë arsimore dhe për mësues të fusin dhe trajnerët e klubeve të punojnë tek sektori, le të themi, i masivizimit, pra ka e-sport që ti mund të japësh pa para nëpër terrenet sportive, sepse më përpara ne e dim, domthonë brezi jon ka parë lloj çuditëra që oborrat e shkollës u kthejnë edhe në parkime makinash. Ato parkime makinash që nuk ekzistojnë më, shqyr zotit. Por ne mund t'i lejmë të lirshme dhe këtu pastaj duhet nga ana shtetit që të ketë qeverisë qendrore që të ketë kompetencë ke vendorja dhe pastaj kështu mund të eci. Pra do duan dhe pastaj problemi është se ide ka pafund, ide ti mund të marrësh, mund të kopjosh, mund të gjenerosh, mund të bësh çfarë lloj gjëje, problemi është duan pastaj njerëzit për të zbatuar këto lloj gjërash. Domethënë që gjëra mos të ngelin teori, të duhet në praktikë që ti të zbatosh. Kjo mendoj se mund të jetë një zgjidhje. Sporti, të paktën në eksperiencën time personale në Shqipëri, në akademi, po edhe si prind, shikoj që shpesh është i orientuar drejt rezultatit. Ti ke një eksperiencë të madhe ndërkombëtare, punon në një akademi profesionale në Gjermani. Çfarë mendimi ke? Domethënë, fëmijët a duhet të vrapojnë drejt rezultatit apo deri në një farë moshe, po themi, është e rëndësishme më tepër pjesa e formimit të tyre fizik, atletik, mendor, psikologjik etj, apo është mirë që këta të rriten me ambicien për të fituar? Pyetje fantastike. Unë them që është shumë e rëndësishme që ti një fëmijë të të japësh pak nga të gjitha nga këto, por rezultati do të jetë i fundit. Rezultati nëse do implementohet vetëm për t'i dhënë fëmijës siguri ose për të kuptuar emocionet e tij në rast dështimi apo në rast fitore, që edhe kjo është një pjesë, le të themi, formimi, por nuk duhet të jetë shtysa kryesore. Nëse ne do themi në aspektin teknik, nuk po fusim taktikën, por në aspektin teknik dhe aspektin e formimit të një njeriu apo një lojtari, unë them që aspekti punimi në teknikën bazë aplikative, pra në temat ndryshme, le të themi, servisësh të dyja këmbët njësoj, servisësh aspektet tjera të lojës, është shumë i rëndësishëm, është i rëndësishëm gjithashtu që ti kur je pjesë një strukture të fuqishme, pra që në akademia në LCET, pra niveli më i lartë jam 58, një nga këto është ajo ku unë punoj, pra unë jam pjesë e Union Berlinit dhe
Unioni është një klub që në Berlin është për momentin është i pari bashkë me Hertën. Po Hertha nga që është në Bundesliga 2 ka disa avantazhe tjera për momentin dhe jemi ne në favor. Nuk po them se si punojmë ne, po them se si punon kryesisht pjesa e NLC për pjesa e këtyre 58 top ekipeve. Punohet me një mënyrë sistem shkollor, pra kur fëmia futet në shkollë, nuk është se ka vetëm futboll. Që ne themi në Shqipëri dëgjon shumë prindër që është i fokusuar te futbolli. Ti nuk e di ai fëmia do bëhet futbollist apo jo. Në nivel akademie flas, vetëm 1% arrin të bëhet profesionist, që është le të themi në këtë rast i Gjermanisë apo dhe rasti i Anglisë, që janë këto ekipet elitare, lojtarët që janë aty, vetëm 1% ja del bëhet profesionist, dhe profesionist jo në Bundesliga, po profesionist deri në ligë 3 deri në poshtë. Pastaj në Bundesliga arrin 0.2% e këtyre lojtarëve. Pra, a ja vlen që ti të riskosh të ardhmen e fëmijës tënd për një ëndër që ti mbase e ke vetë si baba, se ai fëmijë nuk e di a e don apo jo, se ti nuk arrin ta kuptosh. Ti gjithashtu nuk e kupton dot se si ai fëmijë do përfundojë në pubertet në moshën 15-16 vjeçare. Pra, edhe ajo është një pjesë shumë delikate, mund të jesh shumë i mirë, pastaj varet se do merr pjesa pubertetit. Ne baballarët jemi problemi, Elf. Po baballarët, po nuk thënë që baballarët. Si keni punët atje në Gjermani, baballarët. Ne jemi problemi madh. Baballarët kanë një problem kudo në botë, tash më thon drejtën, fëmijët që rrisin janë pikërisht komplekset që ato kanë. Pra, mos realizimet e tyre përgjithsisht. Mamat janë më problem akoma. Mamat janë pasaj sepse mamat shikojnë pjesën materiale të fëmijës që do sjellë ai fëmia, kupton, po të bëhet profesionist, marrë para. Pra, po të shikojmë dhe këto dy kampionët tu mbrapa, domethënë gjithë ndorrojnë të pjesë, po kur mendohet 0.2%, atëherë është një pjesë që ti do ta futesh një strukturë të tillë, është konsumatore, le të themi, edhe për fëmijët, pra të konsumon në nivel energjie, por ama të jepë një drejtim tjetër. Pra, plani B nuk u bë sportist, futbollist, ke gjithmonë planin tjetër, dhe plani tjetër është gjithmonë aty dhe ti mund të vazhdosh në një zanat tjetër. Gjë që në Shqipëri mund ta implementojmë këtë gjë, po nuk e di se sa interes do ketë për shkolla sportive dhe për ta bërë atë gjëja. E shikoj çik si afatgjat shumë, duke qenë se ne kemi edhe çik problem depopullimi, më thënë drejtën. Pra... Ajo shkolla sportive që të jep mundësinë që ta kultivosh edhe këtë rrugën tjetër, se nuk i dihet. Ndikon, mendoj pozitivisht në këto shtetet e zhvilluara që kanë këtë lloj modeli, edhe për faktin se të man pak larg nga presioni prindërve, ndoshta. Sepse prindërit mund të jenë edhe problem shumë i madh. Biles, përkundrazi, prindërit në 90% të rasteve janë problem shumë i madh. Janë problem shumë i madh sepse në të gjitha rastet, edhe kur mundohen për mirë, po të kemi parasysh që jo të gjithë prindërit kuptojnë nga bota teknike e sportit, apo edhe në rastet ku presioni bëhet pak më i rëndë në kuptimin që ti kërkon patjetër që ky fëmijë të sillet si ata të dy, po që është e pamundur dhe kjo mund të përkthehet në një presion shumë të rëndë. Dhe në të gjitha rastet mendoj që ky fëmijë rrezikon ose nga një presion shumë i ulët ose nga disa këshilla që nuk janë fusha e prindërve, apo nga një presion shumë i rëndë, në gjithë rastet mund të ndikojnë negativisht tek rritja teknike dhe e formimit të këtyre fëmijëve. Pra, ndoshta prindërit duhet ta kuptojnë që duhet të jenë pak më të tërhequr, por kam përshtypjen se kjo është problematik që ka disa brezës, edhe unë kur isha i ri dhe vinin prindërit shikonin, kishte disa prindër që binin sy, që bërtisnin, ulurisnin, fshanin arbitrin, kundërshtarët, trajnerët. Mund të jetë çik problem kjo pjesë. Nuk e di ju, domethënë ti si profesionist dhe si shumë i fushës sepse jeton ditë për ditë me një akademi profesioniste, si e shikon, domethënë çfarë bën ju në Gjermani? Çfarë bëjmë? Nuk ka tregoj sekretin. Po do ta tregoj jashtë kamerave. Gjithë ideja është këtu që janë disa faktorë. Para punës prindi ka një mani të papar që do ta bëjë fëmijën pikërisht më të mirë se vetja, do ta bëjë të suksesshëm dhe ne gjithë jemi prindë dhe e kuptojmë shumë mirë të lloj dëshira të brendshme. Por do të bëj një parantezë me doktorin. Gjithë kemi shkuar ke mjeku, kemi bërë analiza, kush ka pasur fatin e keq, ka bërë ndonjë ndërhyrje, operim apo diçka tjetër.
Ke vënë ndonjëherë në diskutim ti llafin e doktorit kur ke pasur siklet hall? Jo, sepse ke kuptuar që në një pikë ai është më kompetent se ty. Pra, rasti i trajnerit apo rasti i prindërve vjen gjithmonë në këtë fakt sepse prindi në moment që kupton që trajneri nuk e bind dhe nuk është se e bind, se nuk është nevojë ta bindësh prindin duke folur tek e tek, që ato biseda mbase ne i bëjmë 2-3 herë në vit, kupton, pra është e rëndësishme të kesh një exchange, gjithmonë një komunikim të ndërsjellët me prindin, sepse prindi ka shumë ndikim ke fëmia në fazën e rritjes, pra kur është në moshë le të themi të vogël, minorene. Por në moment që prindi kupton që ti nuk e bind, jo fëmijën e tij, por edhe vetë dhe gjithë sistemin prindëror aty, me kompetencën tate, pra mënyrën si trajnon, mënyrën si shpjegon, mënyrën se si fëmia përmirësohet, atëherë bëhet gjithmonë më agresiv dhe pastaj humbet besimin. Pra, janë dy gjëra, domethënë që ne themi e bëri pula vezën apo na sjelltas, pra nuk mund t'i vesh faj, unë mirë kuptoj prindit, por pastaj shto pjesën tjetër që ke dhe strukturën, pra në një strukturë të fortë, një akademi profesionale top në Europë, prindi ti si trajner ti e kontakti i fundit që prindi ka. Ke shkallëzime të tjera, ke psikologun, ke drejtorin teknik, ke menaxherin e ekipit, për që ti mund të flasësh direkt dhe trajnerin pastaj nuk e ke aq kollajshme ta dhe jo se ke të kollajshme sepse trajneri krijon autoritet, po sepse trajneri realisht është për tjetër gjë, pavarësisht se do të ketë marrëdhënie mirë gjithashtu me prindin, mund t'i takoj, mund t'i përshëndesi. Gjithsesi, në rastin konkret ti po flet për një realitet shumë profesional ku ka disa figura siç i listove, gjë që nuk ndodh në të gjitha akademitë, normalisht aq më pak këtu në Shqipëri ku marrëdhënia me trajnerin është më direkte, por mesazhi që ti jep është që mos e diskuto metodën e trajnerit. Ajo që them unë është që patjetër jam dakord me ty, pra nuk diskutohet metoda e trajnerit, nëse nuk të pëlqen fund sezonit mund ndrosh akademi, mund ndrosh ekip. Patjetër, por pa i ushtru presion të tepërt fëmijës që mund të ndikojë negativisht, sepse varet se edhe çdo djalë apo çdo vajzë kanë karaktere të ndryshme dhe ne kemi shembuj, po themi është pak ndryshe si rast, Adriano Perandori ishte shumë i fortë fizikisht, pra ishte kafsh fizikisht, po nga ana psikologjike e emocioneve dhe mendore e dim sa i dobët dhe sa i brisht ishte dhe prandaj një lojtar që ndoshta mund të fitonte 5 topatar të rresht në atë kohë, nuk fitoi asnjë dhe mbylli karrierën në nivele më të ulta, pikërisht sepse nuk duroi dot humbjen e ndarje nga jeta të babait. Pra varet edhe shumë nga këto lloj karakteresh, duhet të kuptosh fëmia si është, si i merr dhe unë mendoj që nuk e di nëse je dakord, po të paktën deri në një farë moshe argëtimi është kryesor. Pikërisht. Ti je baba vetë, unë doja baba e një djali dhe që luan gjithashtu futboll, doja të pyesja se si ti qasesh me trajnerin apo me performancën e djalit në shtëpi, sepse është një shembull shumë konkret që ne mund të japim edhe një këshill prindërve që po na shikojnë se si ato realisht mund të menaxhojnë emocionet. Fëmia babaki s'ka luajtur mirë dhe është normale sepse është në fazë formimi, siç nuk po luajnë mirë hyjet në përbote, ama fëmijët që parimi është për t'u kënaqur. Pra do doja di edhe unë konkretisht, domethënë nga aspekti jot si prind, se si duhet të reagoj një prind në momentin që hyn në shtëpi. E qartë. Shiko, nuk është shumë e thjeshtë sepse është diçka edhe pak personale, pra nuk mund ta marrim të mirëqenë që mënyra se si e trajtoj unë gjën mund të jetë universalisht e pranuar, po unë për shembull mundohem që mos të hy shumë në lidhje, ose mos të hy fare, në lidhje me vendimet që trajneri e parapunës merr gjatë javës, pra gjatë stërvitjes, gjatë zhvillimit të edukimit, gjatë fundjavës, patjetër në ndeshje, shpesh herë për shembull djali im mërzitet, sepse mund të ketë luajtur më pak,
apo mund të ketë luajtur në një pozicion që nuk i pëlqen. Mundohem gjithmonë që e lej të shfry, të flas, sepse mendoj që i bën mirë. Mendoj që edhe ai në një farë mënyre fillon dhe njihet me futbollin, sepse në momentin që ti bezdisesh apo nuk të pëlqen që të futi mes fushor ndërkohë që ti pretendon të jesh sulmues, do të thonë se ti po fillon të kuptosh nga futbolli dhe kupton edhe nga vetja jote, sepse shikon që ndoshta disa lëvizje në fushë nuk të vinë kaq natyrshëm se si mund të vinë në një pozicion ndryshe nga një pozicion tjetër. Pra ti do të thonë se fillon kupton nga futbolli, sepse ti e di shumë mirë, pastaj kur fillojnë rriten dhe nëse hyn në një kontekst pak më profesional, në nivelet ku ti stërvit, mendoj që mbrojtësi stërviten ndryshe nga mesfushori, stërviten ndryshe nga sulmuesi, sepse në fush kanë lëvizje të ndryshme. Por kur një fëmijë fillon kupton që unë bëj më mirë këtë lëvizje se sa këtë lëvizje tjetër, unë jam më i mirë në goditje me kokë apo në stopim apo në marrje apo në kthim apo në rrëshqitje, fillon kupton që fëmia po i ka kuptuar ca gjëra sepse fundja e çojmë në akademi për të mësuar. Pra e lej, nuk ndërhy te kjo pjesë, pra unë gjithmonë i them që këtë pjesë e vendos profesori, pra e vendos trajneri se ku do lush, se sa do lush, se kur duhet lush, etj. Pra janë vendime që nuk ndërhyet. Mundohem në disa seanca stërvitore apo në disa ndeshje kur ka mundësi, mundohem ta filmoj dhe pastaj me shumë qetësi, pasi ka kaluar dhe çik kjo adrenalina e post-ndeshjes, në një kohë të ulemi dhe shikojmë jo më tepër çfarë ka bërë gabim, po më tepër unë mundohem të sugjeroj çfarë mund të bënte më mirë. Gabime ato djalim ti e di është 8 vjeç, normalisht që bëjnë këta, patjetër që do bëjnë edhe ata. Po mundohem të analizoj për të përmirësuar ai dhe për të parë nëse ai i ka kuptuar disa gjëra mirë, mundohem të analizoj disa pjesë dhe për të thënë që shiko se këtu ndoshta pozicionimi yt nuk ishte kaq mirë, mund të pozicionohesh pak më mirë, këtu duhet i flisje shokut, këtu nuk duhet i flisje shokut, këtu duhet të rije pak më djathtas, këtu duhet të rije pak më majtas, po gjëra me shumë delikatesë dhe më tepër duke i bërë pyetje, duke u munduar që ta japi ai vetë përgjigjen. Një gjë që unë ndërhy dhe këtë e them, mendoj që bëj mirë, mendoj që çdo prind duhet ta bëj, është pjesa kryesisht në futboll është pjesa e këpucëve që përdorin dhe unë do të bëj edhe një apel që prindërit duhet të kenë kujdes në takat, po të hym konkretisht në këtë temë, sepse në fushat ku në Shqipëri fëmijët stërviten, unë shikoj që mbi 50% e fëmijëve vinë me taka fushe me bar natyral apo me bar sintetik cilësor, ndërkohë që ne nuk kemi fare. Asnjë nga fushat ku fëmijët tanë luajnë dhe stërviten nuk kanë bar cilësor. Kanë një bar sintetik të nivelit më të dobët. Dhe këtu i sugjeroj prindërve dhe këtë shpesh e diskutoj dhe me djalin, sepse këto janë rrezik i madh për dëmtimin e fëmijës, sepse normalisht ato janë në fazë rritje dhe këpucët që ato veshin ditë për ditë, kur stërviten ditë për ditë dhe disa orë në ditë, ndikojnë shumë sepse kockat janë në evolvim, muskujt janë në evolvim dhe mund të ndikojnë negativisht. Pra këtu e bisedoj shpesh me djalin sepse shpesh herë për fëmijë, sidomos në Shqipëri, është vështirë elv që të gjesh masa këpucësh, sepse këta fëmijët tanë sot shikojnë këto modelet dhe shikojnë gjithë këto këpucë të bukura që dalin nëpër YouTube nga lojtarët e famshëm e tjerë dhe duan atë, po nëse ajo këpucë është me taka, unë nuk ja blej. Më mirë i them do marrësh këtë që ndoshta nuk është kaq e bukur për tu pa, po është më funksionale. Pra këtu unë insistoj tek kurse te pjesa thash teknike dhe nuk kam dash kurrë të ndërhyj, patjetër që ti e di, unë kam mendimet e mia për futbollin, kam mendimet e mia patjetër edhe për djalin tim dhe nëse shoh që diçka nuk shkon, se ne marrim mirë qenë që edhe ata që punojnë në akademi janë gjithë profesionistë, po nuk jam i bindur që janë gjithë profesionistë, po gjithsesi nuk janë gjëra që diskutohen me fëmijët apo edhe nëse profesori gabon, unë mendoj që fëmijës do t'i thosh gjithmonë që profesori ka të drejtë. Pastaj ti si prind,
i rritur dhe që në fund fare do të marrë disa vendime për fëmijët e tuaj, në fund sezonit mund të ndryshosh akademi, mund të ndryshosh ekip. E humbë fëmijën dhe për gjatë sezonit, pra kështë thua që drejt. Përmendë shumë bukur të Lorenz se pjesën do doja të shohë edhe diçka kjo pjesa e takave, sepse kjo është e lidhur me fushat. Këtu do të jap edhe një apel edhe prindërve që po na dëgjojnë, që kjo është shumë e rëndësishme, mbase nuk e kam dëgjuar ndonjëherë, po duke qenë se në nivele të larta, le të themi që këtu do të fusë edhe Federatën Shqiptare të Futbollit, e cila në fushat terrenet e reja që ka bërë, pra po heq gomën, dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Madje goma që hidhet nëpër kalçeto, sidomos nëpër kalçeto të pike të vogla, nuk është shumë e shëndetshme dhe ka studime për këtë, ku në Gjermani përpara 7 viteve bëhet një studim dhe shikohet që ato që kishin më tepër, pra kanceri i fëmijëve, le të themi, që përshtohet në të gjithë botën fatkeqësisht, u pa që në botën e futbollit pra kishte njerëz që, pra fëmijë që u merrnin me sport, por ndërkohë kishin dhe kancer, ndërkohë kjo bën një kontradikt, sepse nga një anë ti po çon fëmijën të zhvillohet nga aspekti shëndetësor dhe ti ndërkohë ke këto pasoja fatale. Dhe u pa, mbasi e copozuan, le të themi, këtë studim, u pa që ato që kishin më tepër kancer, në kocka, në lëkurë, në përvende të ndryshme të trupit, ishin pikërisht portierët. Dhe mbas analizave që u bën mbrapa, pra u analizua situata, pse ato ishte pikërisht sepse në portieri është ai lojtar, le të themi, fushë shtrihet më tepër dhe përpasoj shtrirjes ti e ke parasysh barin artificial që është i ashpër, dhe pikërisht gomat që të kuptohemi ajo nuk është gomë e cilësisë më të lartë, ajo është një gomë traktori e formuar dhe hidhet në përfushat dhe mos kalçetot që bëhen të voglat, nuk po them në përfushat që ndërtohen me standard FIFA UEFA, mos keq kuptojnë, ajo është tjetër cilësi, po flas në fushat e rëndomve që fëmijët shqiptar stërviten rëndom nëpër kalçeto. Kjo lloj gome në moment që binte në kontakt me lëkurën dhe me gjakun, u depozitonte, krijonte strukturat e veta kancerogjene dhe më pas shpërthente. Dhe çuditërisht ishin portierë që kishin më tepër kancer se sa lojtarë dhe aty u mor një politik, pra u bë një politik drastike ndaj heqjes tyre dhe akademitë profesionale nuk e kanë më të lloj gome, pra me thënë drejtën, por po bëhet shmosari që edhe në nivel amator të hiqet kjo gomë. Pra që nuk lejohet. Ka fusha që e kanë, sepse goma, mos harrojmë, është shumë zbutëse, nuk të dëmton, pra le të themi nga artikulacionet, sepse po dhe të gënjen, sepse ti thua po amortizon, ndërkohë ka këto anë negative. Kështu që është për të pasur parasysh kjo gjë, për ato që ndërtojnë kalçeto, mbase do ishte më mirë do i bënë një favor edhe fëmijëve që të përdorin. Është ajo që përdoret është korken, thuhet në gjermanisht, është pjesa e tapës verës. Ajo formohet edhe hidhet në fushë. Amortizon shumë, le të themi, impaktin që ke me fushën, por ka anë negative që për biznesin që duhet të hedhur pak më shpesh, pra ka rriti çik kostot e mirëmbajtjes, ndërkohë gomën e hedh një herë në vit edhe pastaj po ka anët negative shëndetësore. Edhe një gjë tjetër që kam dëgjuar nga një mjek këtë periudhë, edhe i bëj thirrje edhe prindërve që të bëjnë kujdes, edhe unë, janë këpucët palidhse. Ky mjek që po dëgjoja e tregonte edhe nga ana shkencore që sidomos për fëmijët këpucët e sportit duhet të jenë me lidhse. Unë për shembull edhe i kam marrë djalit disa herë sepse për prindin është më komode, lidhset zgjidhen, duhen lidhur fëmijët, nuk din të lidhin akoma. Edhe këto lojtarët fëmijët edhe kanë vështirë. Por ajo me sa duket nuk ta mban këmbën siç duhet dhe në këtë fazën e rritjes si ka fëmia mund të ndikojë negativisht. Pra edhe kjo ishte një gjë e rëndësishme që ky mjek ekspert thonte që është shumë më mirë që të paktën deri në një farë moshe, 15, 16, 17 vjeç, fëmijët të përdorin këpucë me lidhse sepse këmba qëndron më mirë dhe kjo të ul atë probabilitetin për defekte apo dëmtime. Kjo është e vërtet, e kam dëgjuar dhe unë këtë dhe e kemi diskutuar edhe shpesh edhe aty. Është komode, sepse ti merr palidhse dhe i vendos edhe fëmijët vetë mund t'i veshin. Unë do isha edhe fëmijë mbasi do e bëja vetë gabim, por po të them që ta kem parasysh dhe prindit që është thjesht impakt, duke qenë se nuk ka lirë në moment që taka, pa le të themi ti vrapon përpara në 99% kohës. Në moment që taka ngulet, ose këpuca ngulet në sipërfaqen bar apo artificial, çfarë mund të jetë,
pjesa e kyçit të këmbës shkon më përpara dhe nuk është se duhet të shkojë shumë përpara, mjafton një 0.1 mm. Ajo pastaj të jep më tepër ngarkesë këtë ndjenjat e përparme të kaviljes dhe pastaj ke pjesa patelare e gjurit. Pra dhe pastaj fillojnë problemet e tjera në disbalancë. Kështu që bëre mirë që e theksove këtë gjë. Loren, si e shikon rolin e diasporës në sport? Kemi ne nevojë për njerëz që punojnë jashtë, që kanë vite të integruar jashtë, kemi nevojë neve për t'i thirrur apo për t'i pasur pjesë sistemit sportiv tonë? Mendoj që diaspora mos blej vetëm shtëpinë ndërmi. A thua blen gjithë shtëpinë ndërmi me çmimet e shtrenjta që po rriten në Shqipëri? Blen. Blen, okay. Blen. Kështu thonë këto. Do ta blej unë tani në ndërmi domosdoshmë. Po, je vonë. Ja, rrit çmimin, ja. Patjetër që diaspora për ne ashtu si në disa aspekte të tjera të shoqërisë shqiptare, mendoj që edhe në sport duhet të jetë më aktive, më prezente dhe të japi një kontribut të saj. Një nga gjërat për shembull që përveç aspektit ekonomik, që kuptohet është shumë i rëndësishëm dhe në diasporë ka dhe shumë sipërmarrës që patjetër mund të kenë mundësi financiare të rëndësishme për të dhënë një kontribut në sportin shqiptar, po këtu pastaj kthehemi edhe një herë tek debati që nisëm fillim në lidhje me ligjin e sponsorizimit, lidhje me ligjin për sportin, por për të mos u marrë vetëm me pjesën ekonomike, një gjë shumë e rëndësishme që diaspora mund të bëjë për ne është që disa sportistë të sporteve ndryshme që jetojnë jashtë Shqipërisë dhe kanë rezultate, apo disa të rinj që rriten në akademitë më të mira sportive jashtë Shqipërisë, ta kenë vëmendjen tek Shqipëria, sepse gjithsesi është reklam. Është reklam edhe e madhe për sportin ton, është reklam që tërheq gjithmonë më shumë njerëz pastaj. Për të marrë si shembull, po lexoja këto kohët e fundit që në Itali numri i të rinjve që janë afiliuar tek Federata e Tenisit dhe të Padellit po arrin gati numrin e të afiliuarve në Federatën e Futbollit. Pse? Në Itali, po. Në Itali. Pse? Sepse është rezultat i sukseseve të Sinner. Edhe Sinner në një farë mënyre për Italinë mund të quhet pak diasporë, sepse zona nga e cila ai vjen është brenda kufive të Italisë, por faktikisht është një zonë me etni kryesisht gjermane. Dhe për shembull edhe Sinner mund kishte zgjedh edhe një shtet tjetër, ato kryesisht kanë dy kombësi, janë edhe bilingve si gjuhë. Por gjithsesi përveç kësaj, suksesi i Sinnerit, i cili fitoi dhe turneun e Romës dhe kishte 50 vite që një italian nuk e fitonte turneun Master 1000 të ATP të Romës. Dhe pikërisht kjo ka bërë që të rritet numri në mënyrë shumë masive i të federuarve në Federatën e Tenisit dhe Padellit e kanë ato në Itali, sepse edhe padelli është një sport goxha rritje. Këtë e thash për të thënë që mendoj që për shembull gjithë këto sportistë që kanë fatin të rriten në kushte të tjera jashtë Shqipërisë, në kontekste shumë profesionale, mund të përkthehen pastaj në një reklam shumë të mirë dhe mund të nevojiten. Prandaj edhe diaspora pranë këtë rast mund na japi një dorë shumë të madhe në lidhje dhe me furnizimin e sportistëve që sidomos kombëtarët tona mund të kenë nevojë. Po. Pra, unë them që nuk duhet, kombëtarët tona kanë nevojë, absolutisht, është shumë nga ana, sepse sportistët dhe le të themi rriten në një ambient shumë profesional dhe normalisht rezultati kuptohet që është më profesional dhe më efikas për atë sport që ti mund ta shfrytëzosh.
do ta shtroj edhe në formë pyetje, por në fakt do të parashtroj edhe një përgjigje që jam kurioz që a ja vlen të marrësh vetëm lojtarët apo të marrësh dhe eksperiencën e tyre për të ndërtuar sisteme, për të futur, për të implementuar në bazë edhe në politikë bërje, por edhe për struktura, s'po them edhe në federata, po them edhe në struktura institucionale në përshtet, sepse nuk është vetëm, mendoj unë, ajo produkti që ai nxjerr në performancë në fushë, por unë mendoj sepse diasporës është mirë t'i marrim pjesën logjistike, le themi në thonjza, të mënyrës se si ato janë mësuar në sisteme që t'i marrim dhe mendsinë. T'i marrim mendsinë, kjo është gjithë sekreti. Diasporës t'i marrim Elvisharën, po themi një si ti apo disa si ti që kanë një qasje komplet ndryshe, kanë një përgatitje komplet ndryshe. Pra, unë e thash për pjesën e sportistëve, sepse është ajo që është më e dukshme, por ndoshta akoma më e rëndësishme është që të marrësh këtë back-endin, pra këto që janë prapa kuintave, persona të përgatitur, trajner, drejtues që kanë një filozofi ndryshe që propozojnë. Pra, që kanë ide. Din ta implementojnë këtë ide. Ne kam përshtypjen se te kjo pjesë kemi ngelur shumë mrapa, sepse sistemi ynë nepotik e lufton këtë fenomen, e pengon këtë fenomen, dhe për njerëz që me të vërtet meritojnë bëhet shumë e vështirë. Nuk po them gjithmonë e pamundur, po bëhet shumë e vështirë. Ne duhet mundohemi tani të luftojmë që kjo të kthehet në normalitet, pra njerëzit e aftë, njerëzit që jashtë kanë parë disa gjëra me të vërtet që bëjnë diferencë, që bëjnë ndryshe, që mund t'i aplikojnë edhe t'i praktikojnë këtu, duhen marrë me vrapë. Pastaj duhet parë nëse ata pranojnë apo jo, po ne duhet tentojmë t'i marrim. Pikërisht. Duhet bëhesh edhe atraktiv dhe duhet tentosh t'i marrësh. Lorenz, ishte kënaqësi për këtë emision, për këtë mundësi që patëm të dy, besoj. Dora e Maradonës na bekoi. Dora e Maradonës na vërtet bekoi dhe do shihemi në puntate të tjera me siguri, kështu që me shumë argumenta. Patjetër, argumentat fatmirësisht nuk kanë të sosur në sport, kështu që ne jemi gjithmonë këtu të gatshëm për të vënë. Por ne i ftojmë shikuesit që edhe të na sugjerojnë, të na pyesin. Jemi të hapur nëpër komente, nëpër YouTube, rrjetet sociale, kudo mund na kontaktojnë dhe mund të kenë dhe pyetje teknike, pyetje prindërore, pyetje nga më të ndryshmet, pasi realisht janë tema që nuk kanë të bëjnë vetëm me sportin, por kanë të bëjnë dhe me cilësinë e jetës, kështu që teleshikues ju falenderojmë për mundësinë. On-site dhe mos ndroni kanal. Ju falenderojmë për mundësinë dhe do shihemi nëpër puntate të tjera. Mirupafshim.